Vllaznia Inter, ndeshja e dytë, e turit e dytë Europa Cup me kapitenin Miki Doçi. Një humje thellë në Milano, por gjithsesi vllaznia si është përgatitur gjatë kësaj jave për të luajtur të mërkurën? Një humje që nuk na shkon përshtat realisht, edhe pavarësisht mërzisë që kemi pas këto ditë që kanë kalu, jemi mënu duke bërë analizën e ndeshjes, duke pa ato gabimet tona, jemi mënu shumë në përstërvitje duke i gjyku dhe stafi edhe për me i rregullu sa ma shumë gabimet. Shpresoj që kena punu shumë taktikisht edhe besoj se edhe me dëshirë më të madhe pasi lëmë dhe në fushë tonë, do kemi mbështetjen edhe tifozave, vajzat do kenë dëshirë ma shumë dhe me luftu ma tepër me dhënë ma shumë fushën e lojës. Çfarë mund të jetë ndryshe nesër përballë Interit në Loro Borisi? Po besoj se vllaznia mo nuk ka asgjë për të humbë. 7 gola janë tepër, kështu që ekipi besoj se lojnë lirshëm. Nuk e ka më presionin e humbjes edhe të kualifikimit, kështu që për gjithë secilën prej vajzave është për me dhënë maksimumin edhe për me lujtë lirshëm edhe pse jo me dhënë më të mirë ndaj Interit. Miki, në lomët e zhveshjes sot përpara daljes në stërvitje patet një ceremoni gëzimi, ditëlindja juaj, ditëlindja 29, urime edhe 100 të tjera. Faleminderit shumë. Patjetër që fryva dhe qerit e ditëlindjes. Ndoshta dëshira ime është shumë e egzageruar, por shpresoj që më plotësohet nesër. Pra, mund ta bëjmë publike dëshirën përpara se të fryni qerit e ditëlindjes? Realisht dëshirat nuk bëhen publike, pasi nuk realizohen, thonë, kështu që mendja është e neshja nesërme për me dhënë maksimumin dhe për me dhënë gjithçka dhe shpresoj që t'japim më të mirën për ekipin, për vllaznin dhe për tifozët. Sidoqoftë, po ja urojmë ne edhe një gol nesër, do të ishte diçka interesante, një gol për ditëlindje. Patjetër që një gol do ta bëte çdo gjë më të bukur, po dhe fitoria nuk do ishte keq. Suksese Miki. Faleminderit juve.